Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për protestën e cila është në natën e 4 përpara kryeministrisë. Tashmë kërkesat kanë ndryshuar, kanë ardhur pra protesta ka evoluar nga anulimi i projektit të Zvërnecit, kërkohet largimi i qeverisë. Megjithatë, kryeministri vazhdon të qëndrojë pa lëkundur siç tha ai në istikamin e tij në Llogore, pasi duke perifrazuar kot, kam 800.000 votues me vete pra 73 mandate, duke mos e çuar ndërmend, sikur tha ai, për t'u larguar, edhe pse protestuesit shikojnë shpresë në fund të tunelit, ndoshta për një qeveri të re. Megjithatë, për ato që mund ndodh në këtë që mund cilësohet si verë shqiptare, do të flasim me profesorin Blendi Kajsiu. Blendi, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Nga Kolumbia, ju si shikoni ngjarjet në Shqipëri? Kemi një protestë e cila është jo vetëm kundër qeverisë, kundër opozitës, kundër pushtetit ekonomik, siç e njohim Shqipërinë e oligarkisë, por edhe kundër pushtetit mediatik, pasi në ditët e para pati një errësirë totale, vetëm në ditën e tretë dhe në vazhdim filloi të pasqyrohet edhe tani me hopa, ndërkohë që teoritë konspirative janë të shumta pas kësaj proteste. Ju mendoni që është një protestë kundër një modeli ekonomik, apo ngjarja e Zvërnecit ishte ajo që mbushi kupën, ajo pika që e derdhi? Unë mendoj që Zvërneci është një shkëndi për një problem më të madh, që është pakënaqësia e qytetarëve shqiptar, si me situatën ekonomike, ashtu dhe me situatën politike në vend. Pra Zvërneci është një thelbi i një modeli zhvillimi përjashtues. Është një turizëm përjashtues, jo përfshirës. Është një turizëm nga i cili përfiton një grup i vogël, ata që ne quajmë oligark, apo ata që janë pranë pushtetit apo pranë kryeministrit, por njëkohësisht është një turizëm elitar që përjashton shumicën e qytetarëve, duke përfshirë dhe ata qytetarë dhe ata komunitet që është në Zvërnec. Pra është ai lloj turizmi që privatizon plazhet, privatizon natyrën, privatizon detin, duke lënë jashtë qytetarin shqiptar. Dhe është një model ekonomik që natyrisht bazohet në një model politik që është gjithashtu përjashtues. Partitë tona politike nuk janë përfshirëse, janë përjashtuese. Partia Demokratike është thellësisht një parti, një opozitë përjashtuese, që pranon vetëm liderin, interesat e tij të ngushta. Ashtu sikurse Partia Socialiste, pavarësisht votave që reklamon Zoti Rama, është një parti thellësisht përjashtuese. Pranon vetëm ata që quhen yes men në anglisht, që quhen say men në gjuhën tonë tradicionale, që i përgjigjen, i binden në mënyrë të verbër liderit. Nuk është një parti përfshirëse që përfshin dhe mendimin ndryshe, që përfshin dhe modele ndryshe zhvillimi. Po kështu është dhe qeverisja. Qeverisja jonë është thellësisht përjashtuese, si në koncept dhe në realitet. Në koncept është përjashtuese se thotë e vetmja mënyrë që të zhvillohet Shqipëria është me rezorte elitare për miliarderë. Dhe përjashton çdo model tjetër zhvillimi që përfshin më shumë biznese, më shumë qytetarë në zhvillim. Pra, nëse kemi 20 hektar perl në Zvërnec, përse këto 20 hektar duhet i marrin 3 biznese dhe jo 200? Ndërkohë që edhe opozita në këtë rast sigurisht e theksuat ju pak më lart, tek ajo që ndoshta mund të kishte shpresë për një alternativë ndryshe, flas për Partinë Demokratike që e ka monopolizuar, është pro këtij projekti. Mendoni që tani protestuesit mund ta kapitalizojnë gjithë këtë frym në një lëvizje? Unë mendoj që po, është e vështirë në Shqipëri, sepse Shqipëria është e zbrazur nga shumë njerëz që do të protestonin, pra emigrimi është një valvul që çfryn protestën sociale dhe konsolidon të dy palët politike në pushtet. Të dyja janë në pushtet, pavarësisht se PS-ja ka pushtetin formal, PD ka dhe pushtetin informal, sepse është jo vetëm në parlament, por është dhe lidhur ngushtë me interesa, biznesesh dhe me para që mbajnë mediat e saj. Unë do të thoja që rasti Zvërnecit kanë nxjerrë në pa, mbi ujë, ato që nën ujë diej prekosh, që PD dhe PS-ja është një marrëdhënie simbiotike e dy forcave politike që mbajnë dhe legjitimojnë njëra tjetrën. Dhe natyrisht që PD-ja është pro projektit Zvërnecit, jo për arsye ideologjike, jo për arsye programatike, por sepse PD-ja është funksion të hallit Zotit Berisha. Dhe Zoti Berisha nuk do të konfrontohet, të përballet me Trumpin, me Amerikën, me interesa të mëdha, sepse synimi i tij parsor është
mbrojtja e familjes dhe vetvetes nga hetimet e spakut edhe të drejtësisë. Kështu që kjo ka nxjerrë në pa që modeli që po realizon Rama në Zvërnec, në Sazan, në Durrës Marina, është një njëjti model që e mbështet dhe Berisha, nga i cili përfiton në mënyrë direkte apo indirekte edhe vetë Berisha. Kështu që gjithnjë më shumë po bëhet e qartë që përballë kemi një klasë politike të konsoliduar, kemi një pseudo përplasje PSD. Zoti Kajsiu, protesta është si pa kokë. Kjo rrezikon që ta shuaj protestën? Apo është më keq kur është me kokë se mund kapet? Të dyja janë të vërteta. Pra, një protestë pa kokë ka qenë dhe ajo kundër armëve kimike, dhe një nga arsyet që organizatorët e protestës insistuan mos të kishte kokë është se koka kapet thjesht. Koka kapet shpejt. Dhe në Shqipëri kapja është një nga sportet më popullore të politikës, të ekonomisë, biznesit dhe të medjave. Kështu që një protestë pa kokë ka avantazhin që nuk kapet, por ka dhe mungesën e avantazhit që orientohet me më vështirësi, organizohet me më vështirësi. Por ajo që doja unë të theksonja është që protesta është legjitime për këtë trëmb. Edhe PS-n, po ka trëmbur edhe PD-n. Sepse është një protestë legjitime e zhvilluar jashtë bipolaritetit PD-PS që e mbyt Shqipërinë dhe e mban stagnacionin politik këtu ku është. Dhe është një protestë që mua më bën përshtypje sepse ka rrëzuar dhe për rrallat e qeverisë dhe propagandës saj për investime me miliarda, për zhvillim për të gjithë etj. Mendoj që kjo propagandë nuk do ngjisi dhe për këtë kam besoj dhe kam shpresë që protesta do vazhdojë, do legjitimohet akoma më shumë, sepse këto pralla shqiptarit i kanë dëgjuar edhe më parë. Unë dua thjesht të sjell në vëmendje rastin e Marinës në Durrës. Nëse sapo shikoja para intervistës tonë në internet një deklaratë të Alabarit që thoshte në Durrës do ta bëjmë Durrësin si Monaco. Rama thoshte do ta bëjmë Durrësin si Dubai, por tani nuk e përmend Dubain nga lufta në Iran, me sa duket. Është zbrasur Dubai. Por do ta bëjmë si Monaco, thoshte Alabari, dhe do investojmë 2 miliard dollar në Durrës. Mba mend atë, dikush thoshte 2.5, dikush thoshte 4 miliard, se kjo 4 miliard që nuk e di është numër magjik si duket e përmendni shumë. Po edhe në Durrës më që kanë dëgjuar do investojnë 4 miliard. Dhe gjithë durrësakët u frymëzuan një pjesë, do bëhemi njësh, do zhvillohemi. Ku është Durrës Marina sot dhe kush është investimi real? Investimi real ka qenë rreth 70 milion euro, nga ajo që thonë media, dhe nga këto 70 milion, 40 milion janë prenotime. Pra nuk është që Alabari po na sjell 4 miliard. Alabari thjesht po investon po të njëjtat lekë të porositëve të apartamenteve. Shitja ajër për të bërë beton tani. Shitja në ajër për beton që është modeli vjetër shqiptar. Pra këtu nuk ka ndonjë inovacion investues pa llogarit që pas Alabarit janë po ata ndërtues shqiptar që ne i njohim. Por nuk mund t'ja jap çimit apo gimit, do jap Alabarit sepse ka prestigjin ndërkombëtar. Do mendoj që shqetësimi qytetar që këtu po përsëritet e njëjta skemë. Pra, pavarësisht se thuhet 4 miliard, kush i ka parë këtu 4 miliard? Në një pjesë i mendojnë që pse për hir të interesit gjeostrategjik, fakti që pas këtij projekti ka vendosur imazhin, fytyrën dhe ëndri i Trumpit, vajza e tij Ivanka që ishte disa herë në jug, siguri, një investim edhe nëse s'është amerikan, po janë këta pas asaj. Në këtë situatë turbullte edhe gjeopolitike, edhe në raport me fshinjet, pse mos e lejojmë këtë, ndoshta edhe duke mbyllur një sy për biodiversitetin aty? Po, këtu nuk kuptohet kush është interesi gjeostrategjik i Shqipërisë. Këtu supozohet që ideja është që me qenë se familja Trumpit po investon, ne jemi të sigurt. Nga sa? Pra, nëse Jared Kushner, që është një militant pro-izraelit, Jared Kushner që është një mik i ngushtë i Netanyahut, babai i tij, i cili ka bërë burg për korrupsion, ka qenë mik i ngushtë i Netanyahut dhe në Shtetet e Bashkuara Jared Kushner konsiderohet si agent i Izraelit, interesat e Izraelit. Është po ky Jared Kushner që propozoi që Gaza të bëjë resort turistik. Ti heqin palestinezët dhe aty do bëjmë resort turistik. Pra, kush është garancia jon gjeopolitike, gjeostrategjike që investimi Jared Kushner i familjes Trump na ofron siguri. Siguri nga kush? Do kemi më pak akte terroriste nëse Jared Kushner investon? Pra nëse një aleat i Izraelit investon në Sazan, Sazani bëhet më i sigurt për turistët dhe për shqiptarët, ka më pak atentate terroriste?
Apo është ideja që nëse Jared Kushner investon aty do ta mbrojë Amerika, ç'lidhje ka Amerika me Jared Kushner? Sot është në pushtet Trumpi, nesër Trumpi mund të përfundojë në burg për korrupsion, sepse familja Trump është familja politike më e korruptuar në historinë e Shteteve të Bashkuara. Të se them unë, e thot New York Times, se kur I thua këto të thojnë direkt fundamentalist, antisemit. Më kupton? Fakti që babai Jared Kushner ka qenë burg për korrupsion është fakt publik, nuk është shpikje. Fakti që Trumpi e ka dyfishuar pasurinë e tij si president dhe ky është fakt publik. New York Times, Washington Post, gjithë mediat kryesore thonë që kjo ka qenë presidenca më e korruptuar e Shteteve të Bashkuara. Pra cili është ky interes gjeostrategjik, sepse qeveria shet këtë që pas kësaj janë amerikanët. Cilët amerikanë? Se një gjë është shteti I Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tjetër gjë është Donald Trump. Pra këtu duhet ndajmë interesin gjeopolitik të kryeministrit sot për sot, apo sot për 2-3 vite të vishtin, dhe interesin gjeopolitik të Shqipërisë. Se ne ngatrojmë këto, ne ngatrojmë PD-n me Berishën, PS-n me Ramën, kryeministrin me Ramën, dhe nuk kemi faj sepse Rama ka transformuar zyrën e kryeministrit në zyrë private, ti e ke parë me pikturat e veta, e ka personalizuar. Ndërkohë që ajo zyrë nuk është e Ramës, ajo zyrë e shtetit shqiptar. Kështu që në këtë rast një gjë është interesi specifik I Ramës për të pasur mbështetjen e Trumpit dhe të familjes tij politike. Tjetër gjë është interesi I Shqipërisë që shkon përtej 4-5 viteve të Ramës, shkon për 10-15 vite. Pra çfarë interesi gjeopolitik ka Shqipëria në 10 apo 15 vite, sepse nuk e di, 2 investitor nga Siria apo një investitor pro Netanyahu po investon sot. Ku e dim ne nesër cili është fati I Izraelit dhe I Netanyahu? Ku e dim ne nesër cili është fati I Trumpit? Ne nuk mund të bëjmë investime duke hedhur fall për fatin e Jared Kushner, të Netanyahut apo të Trumpit, dhe nënvizoj këtu që Netanyahu është shpallur kriminal lufte nga gjykata ndërkombëtare e krimit. Se harrohen këto. Ne do investojmë në projekte strategjike për Shqipërinë. Pra ne duam që Sazani të mbetet I yni. Mos të tjetërsohet, sepse është publik, është pjesë e shtetit shqiptar. Tani kryeministri Rama thotë nuk do tjetërsohet, nuk do privatizohet, po kur shikon ti projektin, shikon që ata do bëjnë aty vila. Vila shitet, është truall që shitet. Në momentin që shitet është privatizuar. Pyetja është pse po privatizojmë tokë shtetërore? Dhe po e privatizojmë këto për turist miliarder të huaj që do vinë nesër aty dhe nuk s'kan fare lidhje me Shqipërinë. Ndërkohë që kjo është territor publik që duhet shfrytzuar dhe duhet përfituar nga të gjithë shqiptarët, jo nga një pakice vogël që përjashton shumicën tonë. Pra modelin vetë është përjashtues, jo përfshirës. Po drejtësia mund bëj diçka këtu, drejtësia e re, se pam spaku një sekuestrim të llogarive, pastaj një tërheqje, lirim të llogarive, ndërkohë që perceptohet edhe ai ndikimi, pra fakti që kjo hija amerikane nga pas e këtij projekti përballë kësaj drejtësie që është sponsorizuar dhe duket si krijesë amerikane. Pra, unë e kuptoj atë që ju thatë pak më lart, po si edhe perceptimin Tiranë. Pra, është edhe spaku në presion për të bërë diçka drejtësia e re? Unë këtë nuk e di, edhe çështja e drejtësisë është çështje më specifike dhe teknike për prona, dhe një nga përpjekjet e qeverisë ka qenë reduktimi I kësaj në çështje prone, apo në çështje që është akoma në gjykatë, nuk ka vendim final. Nuk është ky thelbi I problemit. Unë mendoj që thelbi I problemit është modeli I zhvillimit. Ky është thelbi që këtu nuk po debatohet. Modeli përfshirës apo përjashtues. Çfarë nuk kuptojnë me zhvillim përjashtues? Shqipëria sot ka zhvillim, pavarësisht çfarë thotë opozita. Tirana shumë e zhvilluar se ç'ishte dje. Ne njohim Tiranën, kemi jetuar. Nuk krahasohet Tirana sot me Tiranën dje. Shqipëria sot është më e zhvilluar se dje, padyshim. Çështja është për kë është ky zhvillim? Kush po përfiton nga ky zhvillim? Dhe modeli që po zbaton zoti Rama është zhvillim për një pakicë shumë të vogël dhe shumë të pasur, dhe mjerim për një shumicë shumë të madhe dhe gjithnjë më tepër të varfër. Dhe te kjo shumicë po fus dhe shtresën e mesme. Në bisedën që po bënim ne para intervistës, ne po flisnim, kemi miq që quhen të shtresës mesme me rroga relativisht mira, që nuk po mbyllen dot muajin. Këtu ka një shkoputje midis elitës qeverise dhe realitetit shqiptar. Pra, Tirana është bërë shumë tërheqëse, për shumë turist, për shumë amerikan, për shumë evropian. Por aq sa që është bërë tërheqëse për këta, është bërë e pabanueshme për shqiptarët.
Pra kush po e gëzon Tiranën? Kush po e gëzon Durrësin? Kush po e gëzon Sazanin? Kush po e gëzon Zvërnecin? Pra këtu protesta kanë thellë, mendoj unë, ndjesinë e shqiptarëve që po përjashtohen nga habitati vet. Po bëhet për ta gjithnjë e pamundur të jetojnë në vendin e vet. Emigrimi nuk është rastësi, është i programuar në këtë model zhvillimi. Dhe prapa këtij modeli ka shumë prralla apo rrena, për ta thënë në ku një prallë është kjo e miliardave, që e pam Durrës që është prallë. Ku janë këto miliarda? Pralla dytë është që këto miliarda janë për gjithë. Ja supozojmë që hollën 4-5 miliard në Sazane dhe në Zvërnec. Ja po supozojmë që u bë Zvërneci dhe Sazani rezorti elitar më i mirë në botë. Po i supozojmë gjitha këto. Ideja që kjo do zhvilloj gjitha të zonë dhe nga kjo do profitojnë gjithë qytetarët është prallë. Kemi shembuj siç është Hawaii. Hawaii është rezorti më i famshëm turistik në botë. Në Hawaii ke Zuckerberg, ke miliarderët më të mëdhenj të botës, i kemë rezorte në Hawaii. Hawaii ka disa nga nivelet më të larta të varfërisë ekstreme në Shtetet e Bashkuara. Pra përbri rezortit super luksos, ti ke një popullat super të varfër. Pse? Sepse popullata nga pronare e aseteve kthehet në e punësuar si shërbëtore në rezort. Për ta thënë troç, ti do lash banjot e rezortit. Ti do lash çarçafët e rezortit. Ti do marrësh një rrogë, pa jo rroga jote do jetë shumë e ulët se sa rritja e çmimeve, sepse ky rezort do t'i rrisi çmimet rreth e rrotull. Saqë rroga që do t'japi do të jetë thjesht për mbijetesën tënde. Dhe shpesh këto rezorte janë të paintegruara me bujqësinë tonë. Ne kemi zhvillim turizmi që është i palidhur me bujqësinë. Që tani e kemi këtë. Këta rezorte nga e marrin domaten super luksoze, nga Italia, nga e marrin shefin, nga Izraeli, nga e marrin kamarierët, nga nuk e di. Pra, kush është ai që thotë që këto rezorte do prodhojnë 10.000, 15.000, kjo është pralla e dytë, vende punësimi. Këto do rrisin çmimin rreth e rrotull, do ofrojnë punë të nivelit të ulët. Atëherë kush do të ishte modeli alternativ? Kemi në perla si Sazani. A do hedhi qeveria jon 100 apo 150 milion euro në infrastrukturë, se do ta hedhi në kontratën që ka me këta të Sazanit. Sikur se kanë deklaruar vetë, si di mirë shifrat, okay? Atëherë pse mos hedhi këto 100-150 milion dhe në vend të një firme të kemi 200-300 firma të vogla lokale, biznese familjare, ku shqiptarët hynë në treg, jo si të punësuar, por si punëdhënës. Kështu që përfitimi shpërndahet në mënyrë më horizontale, më të madhe, në më shumë shqiptar dhe më pak i përqendruar në pak duar. Pra këtu kemi një model që e përqendron në pak duar fitimin dhe një model që e shpërndan në shumë familje. Këta po zgjedhin modelin e parë, duke na thënë ne që është për mirën tonë. Kjo është çeku i bardhë, dhe mbam çekun e bardhë kur ra komunizmi. Do vi çeku i bardhë dhe ne me çekun e bardhë do bëhemi njësh. Po do të dëgjosh propagandën e qeverisë sot, do vi investimi Trumpit dhe me atë investim Vlora dhe gjithë bregu gjatë do dalin në selamet. Janë pralla të dëgjuara shpesh. Zoti Garcia, po këto teoritë e komplotit grek, muslimanët, antisemit, me më thash të tjerat, jo konkurenca, ju si keni parë? Por këta e normale, shiko. Kjo që ndodh e kemi nga një teori konspirative. Po këtë radhë janë më shumë se. Jo, por nuk është vetëm e Shqipërisë. Ti sa herë kritikon Izraelin në Shtetet e Bashkuara, kudo ta kritikosh Izraelin, të quajnë antisemit. Pra, në Amerikë për shembull kanë quajtur antisemit Tucker Carlson ose Megyn Kelly, që janë gazetarë të njohur të së djathtës, bile të djathtës ekstreme, që kanë qenë më pro-izraelitët e mundshëm. Edhe ata sa herë që kritikojnë Izraelin quajnë antisemit. Dhe pastaj kanë quajtur edhe ata islamistë, dhe ne më kollaj nga që jemi musliman. Kështu që ti në momentin që je musliman nuk ka rëndësi që mund ta kesh familjen katolike, çfarë do ta kesh, ti je direkt fundamentalist musliman që po sulmon izraelitët. Tani natyrisht që antisemitizmi ekziston, okay? Po s'ka lidhje me Izraelin. Pra, ngatrimi i Izraelit me semitizmin dhe me judaizmin është antisemitizm vetvete, se një gjë është janë hebrejt apo judaizmi si fe, tjetër gjë është Izraeli. Izraeli është shtet. Çdo shtet ka të mirat, ka të këqijat. Izraeli është një shtet fashist, apartheid, natyrisht. Po kjo s'ka lidhje me judaizmin si fe.
fakti që ka terrorist mysliman nuk do të thotë që Islami është fe terroriste. Ashtu si që fakti që Izraeli bën genocid, nuk do të thotë që judaizmi është fe genocide. Janë gjëra krejt nuk kupton. Gjermania ishte naziste. Gjermania bëri genocid. Gjermanët ishin të krishterë. Po çfarë do të thënë që krishterimi është genocid? Jo. Kritikët më të mëdhenj të shtetit izraelit janë hebrej. Jeffrey Sachs është hebrej, kritik më i madh i. Bernie Sanders është hebrej, kritik shumë i madh i genocidit të Izraelit. Ka historian e tjerë. Do të thonë këto janë klishe që qarkullojnë. Edhe kjo e Greqisë pastaj është për të zhvendosur debatin nga modeli i zhvillimit. Për të zhvendosur debatin nga fakti që aty jo vetëm toka po rrethohet me gjëmb, aty po rrethohet edhe plazhi, se këtu dalin tani edhe plazhi del. Nuk ka pasur plazh privat, s'kan pasur fshatarët ton parcela në plazh. Nuk rritej as patatja, as qepa në plazh. Këtu po kapin edhe detin në idenë e privatit. Këtu ideja është për ta zhvendosur diskutimin nga Marina e Durrësit. Çfarë po ndodh me Marinën e Durrësit? Pra si ka mundësi që është për mua një nga goditjet, ndoshta nga jam në Durrësak, shumë provincial edhe më vret më shumë Marina e Durrësit. Por është një nga goditjet më të mëdha të ekonomisë shqiptare Marina e Durrësit, sepse kaloi nga porti i Durrësit me kapacitet 10 te porti Portoramaz me kapacitet 5. Kishim edhe shërbim amerikan që u ngrit për këtë shumë. Po, dhe këtu do të ishte edhe protesta tjetër. Po është njëta skemë si e Zvërnecit, prandaj unë e kuptoj njerëzit pse janë të revoltuar dhe është e kuptueshme pse propaganda qeveritare nuk ngjit. Pra kur këta thonë miliardat, nuk impresionon me njerëz. E njëjta u gjatë tha me Durrësin. Do jetën 4 miliarda, ma më Durrësin. Ku janë miliardat që do ishin Durrës? Dhe shumë nga ne menduam që porti i ri do bëj me këto miliardat e Alabarit. Mbamën që do bëhet porti me dhe pastaj doli, më kupton? Që porti s'do bëhet me miliardat e Alabarit. Miliardat e Alabarit nuk ekzistojnë, porti do bëhet me lekët e buxhetit, pra me taksat tona. Kur të bëhet? Që të japim Alabarit portin. Tani kush më garanton mua, se ndoshta edhe gaboj, se mungesa e transparencës mund të thojë dikush nga qeveria po e ke gabim këtë. Po kush transparenca, ku ta di unë? Që nuk është kështu. Më kupton? Pra, kush është siguria jonë si qytetar që këtu nuk po luhet e njëjta skemë si në Durrës? Pse nuk është kjo e njëjta skemë si Marina e Durrësit? Se shiko, qeveria thotë, do ja falim Sazanin, Trumpit, se ne s'kemi lek për të bëjmë investim. Jemi dakord, kjo është logjika. Dakord, jemi shteti i varfër, nuk kemi para, dhe ata do hedhin miliarda. E para, kush do e kontrollojë i hodhën apo si hodhën miliarda? Supozojmë që kushneri nuk hodhi 2 miliardë, hodhi 1 miliard. Do të çojmë në inspektorin ton, Arifin, Çimin, Gimin, do i thotë, "Qaret, kujdes se të mungoj të vej gjop." Qaret e ka lidhjen komplet me kryeministrin. Pra kush do e monitoroj Xharet Kushnerin, a më kupton? Se ne s'po monitorojmë dot Alabarin. Pse do në monitorojmë Ivanka Trump? Kush do i vej gjopën Ivanka Trump? Nëse se apo do e çojmë në arbitrazh ndërkombëtar. Për në arbitrazh ndërkombëtar shteti vetëm humbet. Arbitrazhi që kapur nga interesat fuqishme private, këta janë miliarderë fuqishëm. Sa herë ka humbë shteti në arbitrazh? Apo jo? E para, e dyta, shteti thotë nuk kam lek për të investuar në Sazan. Ndërkohë kur del kontrata e shtetit me Trumpin, si pjesë e përqindjes së shtetit tonë në Sazan, se shteti ka një përqindje që nuk e di sa është 40, 30, nuk e mbaj mend. Po si pjesë e kësaj përqindje, për të siguruar përqindje, shteti do investonte 100-150 milionë euro në infrastrukturë, rrugë, drita, ujë. Pra shikoj që shteti do investojë aty. Pra kjo që nuk kam lek, që ka një mashtrim. Se lekët i do hidhke nga. Rrugë po e çon, dritat po e çon. Po. Tani çfarë favori po na bëjnë këta, sikur nëse ne bëjmë rrugë dhe dritat dhe energji në Sazan, pse nuk bëhet një model zhvillimi ku Sazani jepet pjesë bizneseve të ndryshme, ekologjike, shqiptare, familjare, më kupton? Mos të jepet Çimit, Gimit, Kastratit, tyre të mëjve, të jepet biznese familjare dhe shteti ta rregullojë atë. Më kupton? Që të jetë një turizëm më ekologjik, një turizëm më genuin. Sepse këto resortet janë gjithë njësoj, më. Këto marka janë gjithë njësoj, si McDonald's. Nuk ka autenticitet, nuk ka në një veçanti, sepse ai resort është njësoj, si në Hawaii, si në Sazan, si në Dubai. Më kupton? Pra pse mos bëjmë një ku aty të bëjnë ndërtime që ngjajnë më shumë palazës apo që ngjajnë më shumë me gur, ku diun çka kemi në Dhërmiut apo ku diun,
që të reflektojnë identitetin tonë dhe bëhet dhe më interesant për ne dhe për të huajt. Dhe është dhe publik, është i hapur. Pra, do thush jo po Blendi ti po ja fut kod me këto modele, po kush bë ky debat? Nga e dim ne që po ja fusim kod. Dhe nga e dim ne që ju po ja fusni plot. Kur ne dim që modeli i Marinës ishte mashtrim. Modeli i Marinës është vërtetuar si mashtrim, sepse u tha që me lekët e Alabarit do bëhet porti i Durrësit. Jo, porti i Durrësit do bëhet me lekët tona. Alabari merr portin e Durrësit. Ku është fitimi ynë këtu? Am kupton. Pra gjithnjë shitet sikur po na bëjnë derën e miliarderët dhe pastaj del që jemi ne që bëjmë derë miliarderët, që do bëjmë infrastrukturën, që do bëjmë rrugën, që do bëjmë dritët dhe që do pastrojmë portin. Se nesër pas nesër nuk do të çuditesh edhe një fond ja 50 milionë euro për pastruar portin e Durrësit, që është shumë i kontaminuar. Po e kam dëgjuar dhe një nga bashkëbiseduesit ma tha këtë që është i kontaminuar. Është jashtëzakonisht i kontaminuar. Kush do ta pastrojë? Me siguri do ta pastrojë qeveria jonë, sepse do thuhet në kuadrin e aksioneve, meqense ti ke 40% aksioneve, duhet bësh këtë. Problemi është kush i monitoron këto miliarder. Pra, kush është kapaciteti ynë, si shtet, si qeveri, të monitorojë dhe t'i vëj gjop miliarderve. Aq më tepër kur miliarderi Alabar ka në krah miliarderin Kastrati, miliarderi Trump ka në krah miliarderin Mulaj, nuk e di tani se si di emrat e. Am kupton ku e kam fjalën. Dhe aq më tepër kur ky që do i vej gjobën, që është ministri i ekonomisë, me shumë mundësi është në taf, sepse qeveria jonë janë gjithë aksioner. Ne kemi gjithë ministra, me deputet aksioner në investimet e strategjike. Pra, kush na garanton që aty s'ka konflikt interesi? Prandaj për mua investimi dhe mbajtja e pronës publike është e vetmja garanci kundër privatizimit dhe korruptimit të saj. Zoti ka sjellë diçka të fundit kam, e gjitha në fund do të vendoset nga kutia e votimit, por a mjafton kjo lëvizje që është në shesh për ta bërë ndryshimin apo duhet edhe ndonjë kategori tjetër e heshtur që t'i jap goditjen për ndryshim? Unë nuk e di a mjafton kjo lëvizje apo jo. Ajo duhet parë, unë ajo që po shoh dhe që vjet shpresë është që sistemi bipolar, pra struktura politike aktuale po kriset, po delegitimohet dhe për pasojë herët apo vonë do binë rënje. Pra simbioza PDPS, simbioza Rama Berisha, që janë dy faqe të njëjtës monedë, që mbajnë dhe legjitimojnë njëri tjetrin, gjithnjë e më tepër po bjerret, po delegitimohet. Fakti që qëndrimi i opozitës i berishizmit ishte shumë i vakët, madje edhe delegitimues ndaj protestës, tregon nxjerr në pa pra që klasa politike në pushtet është e njëjta, pra nuk ka një ideja që këtu ka një alternativë PD-PS, është qesharaki. Dhe kjo më krijon mua shpresë që gjithnjë më shumë njerëz do largohen nga ky bipolaritet klientelist dhe mundësisht do krijohet një lëvizje e re politike qytetare që bazohet në çështje konkrete, siç është Zvërneci, siç është Sazani, siç është Durrësi, Marina e Durrësit. Pra çështje që kanë të bëjnë me mbrojtjen e hapësirës publike, mbrojtjen e publikes. Pra është pjesa e të fjeturve brenda këtyre partive. Unë mendoj që edhe brenda këtyre partive, sikurse diskutuam pak para intervistës të dy, ka shumë të pakënaqur. Unë jam shumë i sigurt që ka shumë demokrat ose votues demokrat shumë pakënaqur me vetë Partinë Demokratike, sidomos pas farsës që ndodhi në maj me rizgjedhjen e Berishës në kryetësar. Unë mendoj që aty pati një goditje të madhe për popullin opozitar dhe një zgjim se çfarë është sot Partia Demokratike. Nëse Rama privatizon Sazanin, Berisha privatizon PD-n, pra është një njëjtë koncept privatizimi publik, sepse Partia Demokratike është aset publik, nuk është privat. Ndërkohë që media jonë normalizon këtë privatizim, pra në media tona normalizohet kjo si diçka normale. Dalin gazetarë njëri thonë normal që Berisha do të vendosi të ardhmen e PD-s, a thua sikur PD është pron private e Berishës. Unë mendoj që ata janë të pakënaqur. Unë mendoj që edhe shumë nga votuesit e majt janë të pakënaqur. Dhe kur Rama thotë që kam 800.000 gënjen, sepse kishte 800, tani është më pranë 700-s, me siguri më vonë do shkojë diku te 600-ta. Unë e kuptoj që edhe votuesi i majt shpesh i kapur në klientelizëm është gjithnjë i më i pakënaqur, sepse modeli zhvillimor që ka ndërtuar Rama
po godet jo thjesht shtresat e varfra. Shtresat e varfra kanë marrë arratim prej kohësh nga Shqipëria. Nëpër Greqi, nëpër Itali, nëpër Angli, por po godet e shtresat e mesme dhe madje edhe shtresën e mesme dhe të lartë. Edhe ata që marrin rroga të mira në pushtetin socialist, pra edhe ata që hynë tek ato që janë në gjendje në thonjza, e kanë gjithnjë më të vështirë të jetojnë në Shqipërinë që po ndërton Edi Rama, në Tiranën që po ndërton Edi Rama, në Vlorën që po ndërton Edi Rama, në Durrësin që po ndërton Edi Rama, në modelin zhvillimor që po ndërton Edi Rama, që është një model për ata që kanë shumë para dhe përjashtues për pjesën tjetër. Zoti Kasiu, faleminderit shumë që më llat mundësinë që të flas me ju për këtë çështje. Faleminderit juve për ftesën.